Si është ikon situatën e vendit? Nuk po prodhojmë, jo vetëm në ekonomi. Ekonomia për mua ka shkuar për dreq. Bideja është një temë që ndoshta meriton emisione dhe emisione, se si ndër luftën kundër komunizmit ne bëm në fakt luftë kundër shtetit. Se si me idenë e çeku të bardhë neve shkatruam një industri, se si këtë industri e nxorëm jo kompetitive, në fakt ishim të paaft ta drejtonim si industri, sepse rastet e lindjes kanë treguar të kundërtën. Gjithsesi, ja ku jemi, shkrimtarë neve nuk po prodhojmë më, ose po them shumë pak, të cilët shkruajnë në mënyrë sporadike, sepse ju duhet të nxjerrin jetesën në mënyrë tjetër. Ti in persona i paj. Muzikant s'kemi më, këngëtar. Edhe ata që janë nuk po dëgjohen vetëm këta dementët të tallavave, të rapit alla shqiptar. Si e shikon situatën, një kom pa kulturë, një kom pa art, unë e shoh pa të ardhme. Unë nuk mendoj që ty në këtë drejtim, që këtu ka e këngëtarë, sigurisht Tallavaja është dominuese, po kudo Tallavaja është dominuese, vetëm se nuk quhet Tallava. Në botën e sotme është dominues rapi. Rapi për mua është muzikë që nuk është muzikë që mua më shpi, po ajo është dominuese. Edhe nuk e shoh si një tragjedi, po ka dhe këngëtarë të mirë, fjala vjen këtu ne kemi pasur këngëtar para 2-3 vjetësh që mori pjesë në pjesën e Eurovisionit dhe unë nuk e shoh më tani. Tarifa, mos gaboj. Jo, ka qenë një Lek Pepa për lekë diçka e tillë. Bushpepa. Ai mua më gjepste me zërin e vet. Nuk e shoh shumë në xhiro. Po se s'ka treg, shoku i tij. Janë disa këngëtarë që janë shumë të mirë, zëra shumë të mirë, s'ka treg. Ka një muzikë kosovare. Dhe shteti nuk i subvencionon. Ka një muzikë kosovare që është e mirë. Përjashtoj do Tallavadën, sepse ato sigurisht janë influent. Po është një muzikë kosovare, janë që unë i dëgjoj me qef edhe në makinë. Në fushën e kulturës edhe letërsisë, unë mendoj bëjnë, po ne nuk kemi të informuar, po bëhen gjëra, prodhojnë gjëra. Sigurisht mungon një Ismail Kadare sot. Po edhe në fushën e muzikës, edhe në fushën e sportit kemi filluar të nxjerrim, Armando Broja, unë nuk e di se si do të ecë ai, sepse suksesi në sport nuk bëhet. Armando është produkti jon. Produkt anglisht. Okej. Ka gjak shqiptari se ka prindër shqiptar. Produkti jon është Erkan Qerimaj, që fitoi në peshngritje, u shpall në mos gabojmë kampion Europën. Nuk e ndjek shumë të peshngritjen, por kjo është një shenjë, le themi, është një gjë e mirë, edhe suksesi në peshngritje. Kështu që nuk e shoh kaq zi situatën. Unë këtu shoh ekonominë, shoh keq, po ekonomia tani ne jemi të penalizuar edhe nga që po ndodh në botë, sepse Europa edhe me sanksionet që po vendos, është duke penalizuar edhe vetveten, por në momentin që Europa nuk funksionon, ne jemi viktime e parë e asaj gjendje. Pastaj gjëja që më shqetëson më shumë drejtanë është fakti që këto që vinë në pushtet, këta ndërtojnë një gjë që në rast më të parë me tillë këta ati që vjen i del për detyrë ta çmontojë. Edhe këtu ndodh ajo që që vjen si mesazh për legjendën e Rozafatit, Si duke dhe pas kemi vest të vjetër këtë. E shkatrojmë, sepse ndërtoi një gjë, edhe Rama ka ndërtuar një gjë, në qendër të sistemit është vetë, është figurë autokratike, ai nuk është se ka uzurpuar gjë, gjërat i kanë ardhur kështu edhe për shkak të sjelljes së opozitës nga krahu tjetër, por është një sistem autokratik. Sot një gjë bëhet sepse do Rama të bëhet. Do zgjidhet presidenti, ai që do Rama, ka marrë fund kjo gjë. Do zgjidhet diçka tjetër, do zgjidhet sepse do Rama. Pra është një sistem. Administrata, nëse vjen PD-ja nesër në pushtet, unë jam i sigurt që do të ndërtojë administratë tjetër, ai sa ka të mundur, sepse ligji tani edhe nuk lejon shumë. Por do përpiqet të ndërtojë një politikë. Po, është edhe fryma që shkatron, një tjetër që vjen me idenë që do bëjë një diçka të re, ndryll energjitë të save dhe le të them i ngurtëson në veprimin e tyre.
Muçi, je penduar ndonjëherë që ke luftuar për demokracinë, ndoshta mos jemi më mirë një vend autoritar, ndoshta e shikojmë këtë Ramën me defektet e veta, me atë klanin e vet, me rrethin e vet, me oborin e vet. Po paktën të bëj një shtet që mos detyrohesh të japësh 2000 lekë për të marrë një certifikat, mos të vinë nesër të të zënë pronën, të jetë policia, të jetë e fortë. Të jem midis kësaj dileme, sepse unë kam filluar të jem në dileme. Për shumë, nëse Berisha nuk do ishte aq tribal, sa që për mua të shkonte mirë edhe një lloj demokracia autoritare nga Berisha. Po edhe pse demokracitë autoritare me ato nuk dihet ku ndalen, kupton. Se nuk është se kanë një tavan edhe shkojnë aty dhe ndalen atje. Ne nuk e dim ku ndalen. Në mes të Europës... Po jo, ne kemi Erdoganin. Ti nuk e di ku ndalet ai. Periferia e Europës, mos harroj që është pastaj një vend 80-90 milion, një fuqi rajonale ushtarake. Megjithatë, edhe Erdogani u detyrua të përsërisë zgjedhjet në Stamboll dhe të pranoi fitoren e kundërshtarëve. Se e veshin shumë Erdoganin. Erdogani ka çuar vendin në zgjedhjet parakohshme vetëm sepse nuk zgjidhte dot presidentin, Abdullah Gül, i cili më vonë doli kundra. Dhe nuk u rrejt që të shkonte të blinte ca deputet që të merrte votat. Pra, nuk ka vjedhur votat edhe nuk ka pas opozitë të akuzoj për vjedhjen e votave, po ndoshta nuk i është dashur, në momentin do i duhet, regjimet autoritare nuk e kanë përgjegjë ta kalojnë atë kufirin. Nëse u duhet. Shikoj Vučićin në Beograd, është më autoritar se Rama, është më i fuqishëm se Rama këtu. Mendoj unë, ai sa e njoh situatën. Kështu që ky është rreziku i regjimeve autoritare, sepse për momentin ato mund të jenë lezetshme, sidomos për shoqëri si kjo shqiptare. Ne e kemi hak ndoshta. Vetëm se frika ime është kjo, ato nuk dinë ku ndalen. Dhe e dyta, në momentin kur ikën ai lideri autoritar, ç'a ndodh? Se mund të edhe shkërmoqet e tëra. Ajo së cilës ne jemi gëzuar mund të shkërmoqet brenda ditës. Po iku Erdogani në Turqi. Kupton? Nuk besoj se Turqia bie sepse ka ca institucione, po neve biem se jemi vende të vogla. Ne jemi të varur shumë temi. Hungaria nuk do bjerë pëse do iki Orbani për faktin e thjeshtë sepse është një shtet me traditë perandorake. Ka detyruar Austrin të jepte Okej, pa i ka ndërtuar një sistem e drejtësisë e ka ndërtuar sipas oreksit vet, sipas interesit vet. Administratën e ka ndërtuar sipas qefit. Aty do fillojë një ndërhyrje me themeli. Megjithatë, mendoj që ka të bëjë edhe me edukatën e popujve, ka të bëjë edhe me... Sigurisht. Muçi, emisioni im më tepër se sa diskutim aktualiteti kishte idenë që të tregonte Mustafa Nonoja të tregonte për Muçnanun. Kjo është edhe idea e emisionit. Po në mbyllje do të pyes një diçka për politikën. Si e shikon të ardhmen e Ramës ti? Të qeverisë së Ramës, një autoritar, të cili do t'i shkërmoqet kjo godin që po ngre, apo një njeri i cili duhet ta ndihmojë opozitën që të rri më këmbet, në mënyrë që nesër deri kur të iki, të lërë një sistem funksional, le të rinë në pushtet PS-ja, po të pak njerëzit të mësojnë me idenë që është gjithmonë një tjetër që mendon ndryshe dhe që nesër mund të marrë pushtetin pa shkaktuar trauma. E shikon të tillë vizionar Ramën ti? Ska, ideja që lideri i majorancës mund ndihmojë opozitën të ringrihet, thjesht kjo ide është... Ka ndodhur Rugova, kur thoshe për shembull, mor burra s'duhet me votu vetëm një parti në zgjedhjet e para. Okej, pa ishte 100% do të votove. Ai mund ta thotë, mund ta thoshte edhe Enver Hoxha. Sepse e kishte votat, por në demokraci, ideja që lideri i majorancës mund ndikojë në ngritjen e opozitës është ideja më kërkomenduese e opozitës që mund ngrihet. Kështu që këtë do ta përjashtoja. Plus që e di dhe që Rama nuk ka ndonjë disponim kështu, le të themi, pozitiv për ta bërë të gjë. Jo, ndoshta shpjegoj, jo ta ndihmonte, talente të formohej. Sepse Rama s'po e lë, është një provokator, një sabotues i klasit të parë. Domethënë e ndau PD në dysh, tash po ndan tresh. Ka kënaqësi në këtë punë. Rama po i gëzohet atë situatë, por nuk e se unë nuk e njoh ndonjë kontribut në përçarjen e opozitës. Vetëm nëse bjem dakord që
ka ndikuar ky që shpallon Grada Berisha, por edhe këtë nuk e besoj. Jo, nuk e besoj që është kontribut, mund të ketë dhënë një dorë Rama, po që nuk e kalon 1/3 e... Ideja është në këtë gjendje sepse Berisha mori të vendimin që mori. Nëse Berisha nuk do merrte këtë vendim, ose do merrte vendimin tjetër, që unë jam shpallon Grada, unë po i lut qetë dhe po e shoh si hall personal, po ideja do ekzistonte dhe ai po ideja dëshirin pushtet zgjedhja e fundit. Lulzim Basha arriti një rezultat spektakolar. E Lulzim Basha, që për mua është gjë më mediokre që kam njohur ndonjëherë. Për pak e mundi Ramën. I duhej vetëm pak. Që PD-ja ishte e fortë. Mi po shpall Berisha non grata dhe Berisha rezistoi, Bashës u deshta përjashtonte dhe ndodhi gjithë kjo që ndodhi. Pra ndodhi për shkak të Berishës, për çfarë PD-s. Nëse Berisha do kishte thënë miq demokrat, vazhdoni rrugën sepse ky është një hallim. Ai nuk tha këtë. Ai tha ndryshe. Miq demokrat, të gjithë bashkë rrodhë hallit tim. Kështu që nuk i njoh Ramës në kontribut. Sigurisht ai e ka pëlqyer të situatë. E ardhmja e pushtetit unë mendoj që një mandat tjetër do jetë një mandat i rehatshëm, çka mund t'i japi prioritet edhe për mandatin e 4. Po. Ai mandati do t'i ketë të rehatshëm nga pikpamja që nuk do kërcënohet nga opozita, se në opozitë pas pak do shkojë Ilir Meta aty, do jetë një opozitë e drejtuar nga dyshja Meta Berisha. Kaq mjafton për të menduar që kjo s'është opozitë. Dhe ai do jetë rehat, po aty do t'i vështirësohen gjërat në planin e qeverisë, sepse ekonomia është mirë, borxhi publik është rritur dhe ai nuk mund të vazhdoj pafund me këtë idenë e rritjes borxhit publik, sepse ka dhe institucione ndërkombëtare që thonë stop edhe që e ka rritur dhe Italia borxhin publik në përmas të frikshme dhe Japonia, po kanë investuar në industri dhe janë ndër shtetet më industriale të botës. Ndërsa neve po investojmë vetëm në rilindje urbane edhe në rrugë. Nuk po investojmë në industri ose në universitete. Kështu që Rama do ketë vështirësi në këtë drejtim. Nuk e di të çfarë shkallë do të jenë këto vështirësi, se ndoshta edhe mund ta rimarr veten në ekonomie, për arsye edhe jo shqiptare ndoshta. Por nëse nuk e rimerr veten, unë Ramën e shoh në situatë vështirë. Më tepër unë e shoh në situatë vështirë për ide, sepse nuk do ketë këshilltar që t'i japin, le të themi, ide të vlefshme për zhvillimin e vendit. Ska, dhe ai ka një nga tiparet më negative të Ramës, një nga dobësitë e Ramës, ka të bëjë me faktin që ai parapëlqen të punojë me njerëz që i bindën dhe që i kanë në kontroll. Edhe këtu nuk i ngjan as Ahmet Zogut, që ishte njëri që njerëzit e mençur pëlqen t'i promovonte. Dhe nuk e di pse, sepse unë e konsideroj si më të mençur se Ahmet Zogun. Edhe nuk i ngjan Evroja është mohabet në vetë, nuk futet fare në okazion sepse është një histori me disa etapa, për vetë faktin që sundoi 45 vjet, ka një periudhë të ndritur mediokre dhe të tmerrshme. Madje në këtë drejtim edhe Berisha mendoj që është superior, sepse qeveritë e tij në terma të IQ-s, në terma le të themi kredencialeve profesionale dhe intelektuale, ndoshta kanë qenë pak më të larta. Sigurisht ai ka pas flamur noka, më të thash, po ka pas një ministër ekonomie si ai Korçari. Ridvan Bode, që po nuk se ka pas një simpati, po ishte ekonomist i mirë dhe kishte personalitetin për të thënë jo në një moment saktuar. Rama nuk ka njëri që të thotë jo sot. Jo, vërtet. Brenda majorancë. Ky është një problem i madh si më Mirë Çim Cani që ishte si luroj brenda vitit. Oldashi ishte njëri që kishte personalitet, ka pasur, ndoshta duke qenë parti e vogël, Berisha ishte i detyruar edhe të duronte klanet edhe grupimet edhe njerëzit që i thoshin jo, sepse nuk mund t'i lejonte vetes përçarje deri në momentin që donte të vinte në pushtet. Po tashti do të marrë një trup të pasur ai që është e bindur ndaj tij. Gjithsesi, Muçi, falenderoj që ishe sot me mua. Faleminderit për bisedën e këndshme. Ishte kënaqësi, ishte bisedë veçantë. Ndër bisedat që u kam bërë në televizion ishte bisedë veçantë. Se ti je njeri që je mësuar të pyesësh, ose të debatosh, po të rrëfehesh, jo, kjo është e parë? Jo, ishte rrëfim edhe në pranin tënde, në prezencën tënde, që vazhdimisht ndërhyj edhe dole një portret më i plot ndoshta imi. Të falenderoj që ishe sot me mua.